Për bjonden që më vodhi zemrën, surpriza romantike nga Mateo që emocionoi shumë Brikenën në mes të emisionit. Brikena Selmani përjetoi sot një moment të veçantë gjatë transmetimit të një emisioni, kur partneri i saj e surprizoi me një gjest shumë romantik që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Ajo mori një buqet të madhe me trëndafila të kuqe, duke e shoqëruar me një kartolinë të mbushur me fjalë dashurie. Në kartolinë shkruhej, për bjonden që më ka vjedhur zemrën, një dedikim që emocionoi Brikenën dhe krijoi një atmosferë shumë të ngrohtë në studio. Pas surprizës, çifti nuk I fshehu emocionet duke shkëmbyer puthje dhe përqafime para kamerave. Surpriza u prit me duartrokitje dhe buzëqeshje nga të pranishmit, ndërsa Brikena falenderoi partnerin për këtë moment të veçantë. Surpriza u kthye në një nga momentet më të komentuar të emisionit, duke dëshmuar edhe një herë afërsinë dhe dashurinë mes çiftit. Ata nisën historinë e dashurinë në Big Brother VIP Albania 5, që po vazhdon edhe jashtë formatit dhe janë shumë të lumtur bashkë. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.